rreth martirizimit të Imam Hoseinit, paqja qoftë mbi të, rreth armiqve të tij dhe varrit të tij të bekuar. Transmetime rreth ditës së Ashuras. Transmetimi i parë. I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte me flokë të çrregullta ngjyrë hiri kur foli rreth vrasjes së Imam Hoseinit, paqja qoftë mbi të. Ahmedi i përcjell në librin e tij se Ammar ibn Abi Ammarit transmeton nga Ibn Abbasi se ka thënë: Unë kam parë të dërguarin e Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij në ëndër, pas mesnate me flokët e tij të bekuara të çrregullta, të cilat kishin marrë një ngjyrë si të pluhurosur, duke mbajtur në dorë një shishe prej së cilës rrithte gjak apo buronte prej saj. E pyeta çfarë është kjo, o i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ai më tha, ky është gjaku i Hoseinit dhe i shokëve të tij, të cilin vazhdoi ta ruaj deri në këtë ditë. Amari shton, ne e fiksuam këtë ditë dhe pam që edhe vrasja e Imam Hoseinit ndodhi në po këtë ditë. Të hadith e transmetojnë edhe Abd ibn Hamid, Taberaniu dhe Hakimi. Ibn Kathir e Dimashqi thot se ky është një hadith me zinxhir të saktë transmetimi. Hakimi gjithashtu shprehet se ky është një hadith i saktë edhe sipas kritereve të Buhariut dhe të Muslimit. Haythamiu po ashtu thot se ky është një hadith me zinxhir të saktë transmetimi, edhe Ahmed Muhammad Shakir gjithashtu thot se ky është një hadith me zinxhir të saktë transmetimi.